5 uniforma, 5 emblema, po unë jam njeri thjesht, na jem pranë gatshëm me jep jetën e gjakun për shërim dhe ribashkim kombëtar. Shtria shqiptare është në aspektin kombëtar, është oksigjeni, është ajri, është drita, është domethënë është sheh, është liria jonë. E respektoj kryeministin Kurti, ama për kaona e kategorive dalë nga lufta e UÇK-s për familjet dëshmore nuk ka bë asgjë gati. Unë nuk jam antar as në partie politike, kem shërbyer atdheut edhe koment shqiptar. Prapit shërbejmë domethënë institucionit sigurisë edhe jem mbrojtje suverenitetit edhe territorialitetit të shtetit Kosovës domethënë. Po kthehemi tek ju, domethënë ju keni qenë pjesëtar i 3 luftrave. Kosovë, Prishtinë, Maqedoni, i UÇK-s Kosovë, i UÇP-s Lugin Prishevës 2001, ushtri shqiptare kombëtare, i TMK-s dhe FSK-s. 5 uniforma, 5 emblema, po unë jam njeri thjesht, na jem pranë gatshëm me jep jetën e gjakun për shërim dhe ribashkim kombëtar domethënë. Keni qenë edhe në rastin e fundit, në rastin e Banjskës. Si ka qenë nga afër t'jesh aty? Po i kena ndihmu institucionet sigurisë, pjesive speciale, edhe policisë e institucionet tjera. Unë jam i Mitrovicës, i familjes herojt Komdi Saboletini, familja ngushtë e herojt, vija e parë e gjakut. Kështu që ane i kem krejt familjarët edhe pjesë tjera, edhe koshërete. Mitrovica është zemër tonë edhe. Pjesa veriore është nën kontrollin e institucioneve sigurisë, e njësive speciale të policisë, po edhe të ushtrisë, edhe FSK-ja merr pjesë, po nën uniformën e policisë të Kosovës. A mundesh me na përshkruaj domethënë si ka qenë t'jesh pjesë e 3 luftrave? Në radhë të ushtrisë shqiptare kemi hipë shërimin edhe ribashkimin gjitha trojave shqiptare etnike në Ballkan, edhe kjo është plan programi i lidhjes shqiptare të Prizrenit edhe aty domethënë koha më gjeneratat më të arta janë të ushtrisë shqiptare. Ushtria shqiptare është në aspektin kombëtar, është oksigjeni, është ajri, është drita, është domethënë është sheh, është liria jonë, është ai që e fundon luftetarët e vërtet të ushtrisë shqiptare, ai s'është shqiptar, as nuk ka gjak të pasur shqiptare. Realisht unë i pjesë të tyre i një antar të shtabit përgjithshëm, edhe ashim thashën edhe Kadri Veselin dhe Rexhin, Recep Selimin, edhe Jakupin, Bacin Jakub Krasniqi, është një padrejsi që bëhet domethënë ndaj luftetarë apo ndaj udhëheqësve të ushtrisë shqiptare dhe shpresoj që gjykata ndërkombëtare e Hagës ka me jep në vendim pozitiv për lirimin, sa ata janë pafajshëm. Ushtria shqiptare ka zhvilluar luftë drejt shqiptare kombëtare edhe është historia jonë është domethënë është nuk ka për më pas luftë më drejt shqiptare deri në ditën e Kiametit. Kështu unë e dëshmoj, domethënë edhe me jetën time. Absolut, ata janë të pafajshëm, po e fashëm janë gjitha pikat e aktakuzës. Se ushtria shqiptare e ka mbrojt atdheun, kombin, shtëpitë e vege, prakën e shtëpisë, e ka mbrojt popullin shqiptar. Me ato mundësi që i ka pas. S'ka pas armatim të mirë, po. Qeveria aktuale, unë nuk jem kundër qeverisë aktuale, e respektoj kryeministin Kurti, ama për kaona e kategorive dalë nga lufta e UÇK-s për familjet dëshmore nuk ka bë asgjë gati, për veteran luftetar të UÇK-s që kanë status me veteran luftetar, atyve të vërtetëve, domethënë nuk ka bë asgjë, edhe për invalidët i kalon pa proteza, domethënë pa përkujdesje institucione shëndetësore, pa përkujdesje shëndetësore. Për kategoritë të ushtrisë shqiptare Kurti s'ka bë asgjë, po unë nuk jem fajtor, unë shpreh ato temën që e ndjejnë zemër shpirt, nuk e fajsoj askan, pra nuk do të për më konë kundër ushtrisë shqiptare, po do të me përkrah ushtrisë shqiptare edhe më punu drejt për popullin shqiptar të Kosovës.